përshëndesim të gjithëve miq, të dita ime këtu në ekranin e Vision Plus. Përshëndetje të gjithë dhe ju urojmë një javë sa më të mbarë, pasi sot është dita e fillimi i javës, megjithëse ka nisur pak vrendur, por që sërish edhe kur nisë vrendur, njerëzit duhet të jenë me optimizëm apo jo. Mos na kursem pak. Gjithsesi sot është e hënë, data shkon 14 janar 2013, ne kemi startuar kështu një tjetër puntat televizive, sigurisht do të jetë gjatë sot, me shumë biseda, me shumë të ftuar, por njëkohësisht edhe me materiale tepër interesante. Është momenti që të njihemi tani me parashikimin e motit si çdo ditë tjetër. Sigurisht do të kemi një ditë siç ka nisur me rreshe shiu, do të vazhdoj gjatë gjithë ditës me rreshe shiu, përveç se në orën 12 ne do të kemi një pauzë të shiu, do të bëj pak pushim, pasi do bëj shiu pushimin e drekës. Sa është lodhur normale dhe do ta bëj pushimin e drekës në orën 12, ndërkohë në orën 15 e në vazhdim deri në mbrëmje do të kemi sërish rikthimin e rresheve të shiut, që do të jenë rreshe shiu, le të themi, të konsiderueshme, jo shumë të dëndra, po të konsiderueshme, kështu që çadrën nuk është se na e marrin në vete, kështu që ne duhet ta kemi çadrën për siguri, pasi pauza do të jetë e shkurtër dhe do të jetë diku rreth orës 12 pikërisht pra në mesditë. Meqense themi gjithmonë që shiu në momentin që vjen sjell edhe një lajm pozitiv, sepse na zbut temperaturat, atëherë si luhaten ato për sot. Okej, temperaturat variojnë nga 9 deri në 13 gradë. Nuk është se janë temperaturat e kësaj kohe që domethënë zakonisht janë në 0 ose deri tek 1-2 gradë, është janë temperaturat pranueshme, megjithatë do të kemi era do të jetë rreth 36 km në orë, do të jetë një erë moderuar, e cila nuk është as e fortë, por as e butë. Më pëlqejnë shumë termat që ke filluar, sepse është ndruar tani në një specialist, erë moderuar. Kështu janë termat që përdoren. Edhe niveli i lagështirës sigurisht do të jetë i lartë përderisa kemi një ditë me shi. Gjithsesi çfarë do të ndjekim sot në dita ime? Do të kemi mundësi që mos të shijojmë vetëm atë drekën e shefit të kuzhinës, por njëkohësisht edhe një drek tek një personazh VIP, tek një personazh i famshëm, të cilin do ta zbuloni tashmë përmes pamjeve, gatuante në fakt për herë të parë, por që ja ka dalë mban me sukses dhe ka përballuar këtë provën e vështirë, edhe ndoshta tani i druhet edhe miqve që mund të trokasin dhe të thonë që jo, nuk duam më recetat gatuara nga bashkëshortja, po nga vetë Arti Borova. Sigurisht, jo, ja kemi kaluar jashtëzakonisht shumë mirë aty në shtëpinë e Artit, kemi bërë biseda të këndshme, kemi ndihmuar në gatim, dhe receta doli e shishme, përse përfundimi ishte të gjithë ishin skeptik, po doli e mirë. Meritonte notën maksimale, edhe pse në hapat e parë, ndonjëherë qëllon, dhe unë justifikoj me atë idenë që sikur shkon dora. Fati fillestarit. Ndërkohë që do të kemi edhe sheftanin me recetën që do të përgatisi për sot, pa diskutim që ne kemi realizuar pazarin në Konat, do të ndjekim edhe përbërësit se cilët duhen në mënyrë që të gjitha anvisat ta kenë idenë të dalin që të bëjnë pazarin, në momentin që do të shfaqet kjo recetë, ato ta kenë të qartë pastaj se si do të bëjnë kombinimin sipas të gjitha instruksionave që jep gjithmonë shefi që nuk nguron asnjëherë për të zgjidhur një problematikë të rëndësishme siç është pjesa e drekës. Mirë, do të kemi pitet të mbushura sot me pulë dhe me perime, besoj duhet të kenë dalë të shijshme, dhe është momenti që ne presim deri në fund kur shefi e ka përgatitur në pjatë, sepse atje është edhe ajo finalizimi që thonë njerëzit të ngopet syri, por që gjithse nuk ngopesh kështu, domethënë. Jo, kur vjen puna tek dreka, jam e sigurt që të gjithë duan vaktin të plotë, të shijshëm, të shëndetshëm, çka është më e rëndësishme sepse koha fundit. Ja ku është pjata. Okej, shfaqet pjata, e shohim. E pam dhe pjatën e bër. Megjithatë për ta parë më mirë do të jetë rreth orës 11:20, mos gaboj me shefin e kuzhinës, ndërkohë në orën rreth orës 12 do të jemi 12 e pak do të jemi me drekën VIP. Drekën tek Arti Borova, ndërkohë që sa herë unë drejtohem anvisave përfshi zakonisht zonjat, nuk dua që të bëhen përjashtuese, po janë ato që marrin përsipër shumë përgjegjësi në shtëpi, brenda mureve të shtëpisë, siç mund të jenë ato punët e ndryshme që sado duken të thjeshta, sado duken gjërat të cilat janë normale, janë të përditshme dhe kjo është e padiskutueshme, asnjëherë nuk i vlerësojnë seriozisht ashtu siç duhet. Si thotë? Jo, jam shumë dakord me këtë pjesën që duhet ndarë ato detyrat, nuk është se duhet t'i bëj vetëm një pjesëtar i shtëpisë. Njëri pjesëtar i shtëpisë. Zakonisht zonjat edhe zonjushat e shtëpisë janë ato që marrin përgjegjësi, që bëjnë. Çfarë interesante këto foto shumë shef. Ja, kjo për shembull shumë e bukur kur dy bashkëpunojnë. Ajo tjetra ishte shëmtuar, shikoj vetëm burrin që mbate. Ja, kjo për shembull nuk është shumë. Kohët kanë ndryshuar, detyrat e shtëpisë kanë filluar që të ndahen në mënyrë të barabartë ose jo. Ne do diskutojmë vetëm pas pak me të ftuarit në studio me panelin tepër interesant, ndoshta edhe zotrinj që pretendojnë se duhet të jenë krenar për burrërinë e tyre. Sot mund të zbuten edhe mund të thonë që po pse jo, ti provoj edhe një herë punë të shtëpisë se mund të jenë interesante. Ndërkohë që është moment të prezantojmë të ftuarën e parë, ajo është si gjithmonë Mikesh, shumë e dashur e programit, astrologja
Meri Sheo, përshëndetje Meri. Për herë të parë takojmë për këtë vit. T'ju urojmë vit të mbar. Gëzuar 2013. Gëzuar 2013. Mirë. Jemi mirë, më mirë vonë se sa kur. Jo, sigurisht kur nuk kishte shanse që ndodhe që ne mos takoheshim sepse s'kishte shanse. Të gjithë jemi të interesuar për horoskopin. Horoskopin, si na shkoi java. Patjetër, s'na shkoi viti. Për javën jemi sot. Vitin folëm. E kemi folur për vitin. 2013 bilancet i lam pas, qofshin pozitive, qofshin negative, tani shohim përpara. Optimist, si do ta kemi javën. Mendova se mos do përsërisim prapë për 2013-ën, por jo do përsërisim për javën. Jemi të sigurt që 2013-a mirë do e besoj. Në mes të javës, po, në mes të javës së mesit të janarit. Si erdhi mesi i janarit kështu, pa pritur, hiku dhe janarit. Po ikës, Meri, ky 13-a është numër ters zakonisht. Pra, më kanë pyetur shumë dhe gazetarë të shquar dhe të famshëm se 2013-a thonë për shqiptarët të zhvite. Ne shkojmë drejt shquarjes. E s'ka problem. Pastaj do flasim një ditë se kush quhet gazetari i famshëm në Shqipëri. Unë kam përshtypjen se do ishte diskutimi i gjatë, kështu që mund ta realizoni jashtë studios, jo brenda. Megjithatë, një ditë tjetër do flasim se kemi fat 2013 ne si komb apo jo, sepse jemi cilësuar që ndoshta 13-a nuk është numër më fat për popullin tonë. Se në vitin 1913, pas kemi pasur, kemi pasur ngjarjet më tragjike për sa i përket kombit. Megjithatë, ne do ta thyejmë, kam thënë shpesh këtë fjalë, do ta thyejmë tersin e 13-s. Të keqen. Dhe do ta bëjmë 13-ën e mirë. Duke menduar pozitivisht edhe duke ecur me shpresën se gjithçka do të jetë shumë e bukur. Duke dashur të gjithë njëri tjetrin, them unë, pa pozitivisht ne të gjithë mendojmë që në mëngjes jemi bërë optimist në përgjithësi, por unë them duke dashur më shumë njëri tjetrin, duke pranuar ashtu siç është dhe duke respektuar. Do ketë shumë dashuri kjo javë që sapo ka filluar tani? Do ketë dashuri kjo javë, po do ketë edhe zhgënjime Lori dhe fillojmë javën me zhgënjime jo shumë potente si javë. Sepse në fakt dalim nga hëna e re, e cila ishte në shenjë e Briciapit dhe na jep mundësi për ide të reja, për fillime të reja, për organizim, për çështje ekonomike, edhe këto shenjat e tokës sipër morën një përmirësim të dukshëm dhe po marrin gradualisht deri në datën 27 jemi në ndikimin e hënës së re dhe mund të bëjmë fillime të reja. Gjithmonë me vëmendjen se Jupiteri është i kundërt dhe çështjet ligjore duhen marrë parasysh atje ku ka shumë kontradita ose premtimet nuk duhen besuar shumë, sepse është muaj i llafeve akoma, jemi më shumë themi se sa bëjmë dhe të gjithë e kemi këtë manin, na ka kapur nga Jupiteri kundër gjithmonë në binjak. Por puna që ndronë... Nisemi nga ato urimet e ndryshme që kemi realizuar njëri tjetrit, jo, është një tendencë marrjes së një lloj informacioni, por shumë informacion dhe nuk e selektojmë, ose nuk bëjmë sintezën e informacioneve të ndryshme derisa të dalim tek informacioni perfekt. Megjithatë, duke qenë se është muaj pak llafesh, vazhdon deri në 31 janar muaji i llafeve dhe pikërisht dhe Jupiteri në binjak nuk është në pozicionin e tij më të mirë, që na ndjeki deri në qershor, është në pozicionin më të dobët, do me thënë më shumë thuhet se sa bëhet. Megjithatë, nga shkurti hapet situata. Kemi një moment të keq në shkurt, në 10 shkurt, cilin do ta kemi të gjithë parasysh, do flasim deri në 10 shkurt se çfarë na pret. Por puna është se sot fillojmë me një hënë në shenjën e peshkut, e cila kërkon romantizëm, besim, delikatesë, ambiente të bukura, botë shpirtërore, art, mbështetje për kraje dhe ndoshta frymëzim. Dhe në të njëjtën kohë, Jupiteri i kundërt në binjak na fut dhe në rrjedhën e informacionit, të detajeve, të logjikës, por pikërisht dhe logjika nuk është në vendin e dur, informacioni nuk është në vendin e dur. Dhe të dy këto tendenca përplasen me njëra tjetrën ditën e sotme dhe ne nuk dalim mirë as me shpirtëroren, as me logjikën. Për të dalë konkretisht, për të nisur me shenjat me. Ne jemi thjesht të kujdesshëm në ditën e sotme. Dhe fillojmë me shenjat pa humbur kohë. Nisim me dashur. Fillojmë me dashët të cilët kanë marrë një hovë të madh në lidhje me çështje pune dhe karriere. Hovi është i padiskutueshëm, por sot do marrni një frymëzim shpirtëror. Por në këtë frymëzim shpirtëror... I kemi në vendin e 8 me sa shoh nga renditja e javës. Jemi në vendin e 8 sepse ky frymëzim shpirtëror kthehet në një eufori dhe iniciativat e tyre ose instiktet e tyre nuk rezultojnë rezultative në shumë plane, në shumë biseda, në shumë takime dhe nuk i japin atë mendimin e dur ose nuk gjendet zgjidhja e dur në ecurinë e problemeve. Pra janë konfuz akoma. Kemi një lloj konfuziteti midis asaj që duan të bëjnë dhe asaj çfarë bëhet konkretisht. Megjithatë, në plan të përgjithshëm dashët janë futur në një periudhë të mirë karriere dhe pune. Do me thënë, marrim lajme të mira, kemi fillime të mira dhe presupozohet për fillime të reja,
pozitive dhe shanse të paktën deri në datën 27. Të cilat duhet të shfrytëzojnë, duhet kapin momentin deri në datën 27 me kujdes karrierën. Shkojmë te demët. Shkojmë te demët, të cilët janë në një plan më të mirë, sepse hëna e re ishte në vend të tretë. Shumë optimiste për ta, çështje shumë të rëndësishme të jetës së tyre fillojnë dhe hapen, çështje ligjore, udhëtime, kontakte me jashtë, kualifikime të ndryshme, çështje ekonomike ligjore. Vetëm se sot do më kenë kujdes në marrëdhëniet e tyre me shoqërinë, me miqt, me premtimet që u japin miqt ose u japin këta mbështetësve dhe përkrahësve. Prandaj për pyesje Loren ti që çka ke pse je kështu. Po, normal. Kemi një zgënjim të vogël në çështjen ekonomike, ndoshta nuk realizohen disa synime. Do marrim ne zgënjim. Patjetër. Nuk realizohen disa synime, disa qëllime, premtimet, në jetën erotike sot. Jemi në mjegull, nuk arrim dot të saktësojmë se çfarë thuhet, çfarë ndjejmë, njëjët e reja që bëhen këto 2-3 ditë, ndoshta nuk janë ato premtuese më të mira. Jemi pak të turbut, pra e tham. Jemi në mjegull këto 2-3 ditë, kështu që me qetësi derisa të avancojnë planet konkrete. Po në vijat përgjithshme jemi mirë, jemi mirë. Janarin do ta çojmë mirë me demët, derisa të hapet më në fund çështja ekonomike e tyre, e cila është bllokuar, nuk po ecën, ka pengesa. Kur hapet nga shkurti? Fillim të shkurtit fillon të hapet pa dyshim. Pa dyshim. Më interesohet. Deri në shkurt. Sa e vëmend që më është kur vjen shenja e demit. E ka shumë, po mirë, shoqen e ndihmon edhe është janë shumë social. Kesh kolegen, janë shumë social. Justifikoj, më interesohesh i bie. Do të varet, sot ti nuk je mirë shpirtërisht, shumë a that, merri që do kesh probleme me kolegët, do ri pak i të riq, pak larg, sot si dihet apo jo. Pak larg ri. Po nuk kemi kaq të rrezikshëm ja. Jo, të rrezikshëm. Ju demët jo, jeni vetëm se ju krijoni një kafaz floriri për të gjithë dhe të gjithë në kafaz ngelen. Nuk dalin dot nga kafazi. Që të thotë se ishte shumë e bukur kjo shprehje, shumë do të thotë letrare ishte. Dhe fratët Facebook-ut ikësh në shtëpi. Është bërë Facebook-u mania e momentit, ë? Po demët janë shumë të avanceuar. Shiko, kur them kafaz floriri, pse e them këtë për demët? Demët të krijojnë një parajsë në mendje gjasme të jeton bukur, shijon gjithçka. Por përsëri është një kafaz, do me thonë demët arrin të bllokojnë në rrethin e tyre të interesave. Mund të jetë një kafaz floriri, do me thonë i shkëlqyer, po ngelet një kafaz, ta marrin lirin tënde. Do me thonë gjithmonë janë mjeshtër të uzurpimit të lirisë tënde. Kalim të binjakët meri. Qeu, mirë, dakor, do flasim për demët mirë fare. Do mblidheni ditë, Shkojnë te binjakët të cilët sot kanë një lajm shumë të mirë në lidhje me punën dhe me karrierën. Por në takimet që do kenë me pror dhe me njerëz të rëndësishëm, që kanë në vend të fundit, nuk duhet të nxitojnë. Nuk duhet marrin vendime për ndryshime të papritura, nuk duhet të bëhen dhe këta euforik, sepse mund të rrezikojnë një vend pune, mund të rrezikojnë famën e tyre dhe iniciativat e tyre sot nuk janë të mira. Sikur nuk gjejnë atë perspektivën e mirë të punëve dhe të me vendimeve që do marrin. Pra, çdo gjë që ndryshon sot lidhje me punën, me jetën personale ose debate të ndryshme, nuk ka të ardhme të mirë. Kështu që binjakët të jenë shumë të vëmendshëm se çfarë ndryshimesh dhe vendimesh marrin sot. Ata që nuk janë të bindur, numrin tim të kontaktit do ta jap Erioni në fund. Ka dalë në emrin, deri në emrin, deri për emrin. Po ta kuptoj. Që në fillim, po. E kemi thënë. Kam fatun kur e jep ti. Po ai me 0900, po se më. Po në fakt, do ta jap. Shkojmë te gaforet. Shkojmë te gaforet dhe me sa duket gaforet janë nga shenjat e privilegjuara sot, sepse hëna është shenjë e peshkut, i thëret për romantizëm, për udhëtime, kontakte me jashtë, bashkëpunime me jashtë. Çështje ligjore që presupozohet të marrin drejtim të mirë, çështje ekonomike shumë të mira. Ajo çfarë duhet të kenë kujdes është fakti që nuk duhet të injorojnë pengesat, ose njerëzit që i kanë penguar, ose vështirësitë, nuk duhet të i shumëzojnë me zero. Sepse marrin një lloj optimizmi që gjërat po më hapen, janë mirë dhe nuk janë të kujdesshëm ndaj kundërshtimeve, ndaj kundërshtarëve, ndaj pengesave që kanë pasur deri tani. Dhe këto pengesa mund të jenë dhe ligjore, me punën, çështje shëndetësore, kundërshtar të vegjël, të mëdhenj. Pra këto nuk duhet të injorojnë kurse dhe të bëjmë pak menaxhues më të mirë të planeve të tyre, të dinë, të racionalizojnë mirë dhe të jenë më, si të them, më të organizuar në gjërat që pretendojnë të bëjnë.
Për sa i përket Luanëve, unë kam mendimin që sot do jetë një ditë e mrekullueshme ekonomike. Qose Luanët presin para, mbështetje për kraje shpirtërore, sot Nga do ju vinë? Para që vinë nga të tjerët, nga bashkëpunime, nga buri, nga gruaja. Para në vend të 10? Po çudita me Luanët. Po, marrin në vend të 10. Pse janë në vend të 10. Pse 10, po. Në vend të 10, se po shikoja edhe 10 apo 11. Janë në vend të 10 se kemi atë zhgënjimin që pësojnë, sepse detyrimet që kanë, ndoshta janë më të mëdha nga ajo çfarë marrin. Çdo thotë kjo, që vërtet duhet marrin, po duhet shikojnë dhe se çfarë duhet të kompensojnë në atë çfarë kanë premtuar. Kështu që në jetën sociale, në emrin, në famën e tyre kemi një tip skandali të vogël, një paqartësi të ikonës së tyre, të mbështetjes të përkrahjes të qëllimit. Pra nuk dalim në balance të mira midis asaj pune që kanë bërë në grup dhe asaj që kanë përfituar dhe duan të përfitojnë për vete. Ndoshta do t'i përfitojnë të gjitha për vete, do t'i marrin për vete dhe emri i tyre nuk do jetë në lartësinë e dur ose ndoshta do bjerë i pak në pjedestal. Tek një shenjë tjetër. Shkojmë te virgjëreshët, të cilët në fakt janë përballë bashkëpunimeve të rëndësishme, janë një nga shenjat e favorizuara këtë kohë, jo me hënën në bricjat, punë të reja, bashkëpunime të reja, ana erotike shumë mirë shkëlqyer, por çfarë ndodh? Ndodh që një propozim pune që u bëhet sot, ose një ekuilibrim marrëdhëniesh në dukje nuk është i vërtet, nuk është i qëndrueshëm dhe është sa për të shmangur nga problemet e mëdha. Pra të shikojnë më me sy analitik afrimitetet që kanë nga njerëz të ndryshëm, qoftë dhe nga bashkëpunëtor të afërt, qoftë dhe marrëdhëniesh në çift. Ndoshta janë gjëra sa për të hedhur hy syve, do thosha, dhe virgjëreshët nuk duhet të qetësohen sot nga gjërat që mund të dalin si marrëveshje si bashkëpunim. Kjo nuk do të thotë që nuk është tendenca e mirë, madje mund të lejojnë dhe iniciativa ndaj të tjerëve, të japin kohë që të reflektojnë të tjerët. Po do thosha që reflektimi i të tjerëve ndoshta nuk është në momentin e dur dhe nuk është aq i mirë sa ç'duhet për momentin ose aq bindës, ose të tjerët nuk janë akoma gati për t'ju përshtatur jetës, kërkesave dhe dashurisë së virgjëreshve. Dhe shkojmë te peshorët, të cilat sot do kenë, sot do kenë një lajm të mirë pune. Në vend të 9 peshorët sot? Po, jemi pak në vend të 9, puna do avancojë, do heci, do kenë hapje, diskutime, por ajo çfarë është e rëndësishme është që nuk do kenë mbështetjen ekonomike të dur ose ligjore të dur për të mbështetur planet e tyre, hapjet e tyre, iniciativat e tyre në lidhje me punën. Kështu që kemi një gërç ligjor të 2-3 ditë, madje gërçi ligjor do vazhdoj edhe deri në fund të janarit, për dokumentacione të ndryshme, për udhëtime, për bashkëpunime, për çështje ligjore. Pra kjo nuk u jep avantazh planeve për punën. Po çfarë duhet të bëjnë peshorët? Merren me çështjet familjare, diskutimet, kontaktet, afrimitetet, shitblerjet, pronësitë e tyre. Pra çdo gjë që ka të bëjë me familje, me pasuritë e paturme dhe bizneset familjare është e favorizueshme në këtë kohë. Dhe shkojmë tek akrepët, të cilët pretendohet të kenë sot një ditë të mrekullueshme. E pëlqejshur gjithmonë sepse është një shenjë mestar. Merrin në vend të 4. Në vend të 4. Erotizmi dhe akrepët pretendojnë shumë. Tek akrepi me erotizme fillove. Apo këtë kanë kryesorët? Këtë kanë kryesorët, hona në peshk këtë presupozon. Një astrolog që di nga pozicionet e planetëve do thotë, po, me hënë në peshk, akrepët janë favorizuar nga ana erotike, kështu që nuk po mbaj veten me të mirë. Nuk po e mbajnë me të mirë. Por çfarë ndodh? Ndodh ajo që ose takojnë njeriu e gabuar, ose rikthehet në jetën e tyre një marrëdhënie e cila ka qenë e deformuar, e vështirësuar dhe këta gënjehen për momentin sepse janë dhe këta me dëshirën ose krah hapur për të bërë gjëra të reja, ose për të ndjerë mirë. Pa u futur në analizën që ky njeri që rikthehet në jetën time, çfarë ka bërë në të kaluarën, sa më ka mbështetur, sa ka përkrahur. Se harroni lehtë ju kështu? Nuk harrojmë ne lehtë, po është moment. Po është momenti tani që duhet të harrojnë sepse kanë punë tjera, ka punë tjera. Kështu që puna është që shumë akrep nuk duhet të pranojnë rikthime të cilat nga përvoja dhe nga marrëdhëniet të cilat kanë qenë të vështira, dhe duhet jenë të kujdesshëm ndaj hapjeve të reja njëkohësisht. Ose nga ajo dëshira kanë vuajtur si duket, kanë qenë të stresuar dhe hajt po hapen për njerë. Për akrepët që janë kështu që janë vetëm apo për akrepët që janë edhe çift edhe? Edhe ata që janë çift dhe ata që janë vetëm. Tash ata që janë çift mund të kenë probleme në rinovimin ose në mënyrën se si argëtojnë me njëri tjetrin, ndoshta nuk gjejnë atë vijën e përbashkët ose në një mënyrë të njëjtë argëtimi dhe këtu mund të kemi probleme. Për ata që janë vetëm, në momentin
që hapen më shumë se sa duhet, sepse kanë të nevojë të brendshme, janë të lodhur, ku dihet se si e kanë punët, ky do ishte një gabim në ditën e sotme. Ose në ditën e nesërme. Kështu që me kujdes. Patjetër. Kështu që duhet të shikojmë gjërat me kujdes. Dhe shkojmë te shigjetarët të cilët sot duhet të merren me çështje familje, kontakte, biseda, afrimitete, vendime për bashkëjetesa, rinovim marrëdhënie. Në vend të 11 i shohim merrin shigjetarët. Pikërisht nuk është momenti i dur për të marrë me çështjet familjare në mënyrë të mirëfillt, sepse një bashkëpunim shumë i rëndësishëm ose një marrëdhënie shumë e rëndësishme në çift mund të jetë tronditur. Dhe pa e zgjidhur këtë çështje, nuk mund të merren me gjëra si të themi zbukurimesh, si të themi aredim shtëpie, ndryshim shtëpie. Nuk do të qetë që ti kushtojmë vëmendje detajet. Do shtëpinë dhe do merrem me detaje kur marrëdhënia kryesore jotja nuk është në rregull. Sepse mund ta rregullosh sot dhe pas nesër thot ai tjetri hika u dava si jam me ty. Për anë erotike nuk bëhet llaf të javë. Për anë erotike në fakt akoma në janar nuk bëhet llaf. Për shigjetarët. Bëhet llaf shumë se janë në rinovim, po janë në paqëndrueshmëri akoma. E duan edhe ca muaj momentin kur duhet kenë më shumë kujdes shigjetarët, po e themi është maj, pikërisht 20 maj dhe 1 nëntor. 20 maj, në periudha maj-nëntor është më e vështira në çështjen e tyre erotike. Të interesojnë shigjetarët? Jo, thjesht pyeta për përgjithësi. Mirë. Patën fat shigjetarët sot se pyetja për përgjithësi e Erionit na dha mundësi të japim pikat e vështira. Po do kemi mundësi që të flasim edhe për shenjat e tjera më radhë. Gjithsesi shkojmë te Bricjavët. Kaluam një hënë të re në shenjën e Bricjavëve, jemi në maksimum të dëshirës për të ndryshuar. Janë protagonistë të momentit dhe të ndryshimeve dhe të punëve që do bëjnë, kështu që detyrimisht i kemi dhe në vend të parë. Jemi dhe dielli në shenjën e tyre, kjo do të thotë që shumë gjëra po i shikojnë më mirë më qartë. Çfarë duhet të kenë kujdes sot? Një plan që lidhet me punën nuk hecën, një diskutim, një mosmarrëveshje në lidhje me punën nuk hecën. Ose ai optimizmi që un kam shumë ide, do t'i vë shpejt e shpejt në zbatim, unë do thosha që nuk do gjej mbështetje dhe përkraje këto ditë. Domethënë pas ka me mik vendin e parë. Problemet me punën do vazhdojnë dhe problemet me shëndetin mund të vazhdojnë akoma. Se janë në vend të parë? Janë në vend të parë sepse tendenca për ndryshim, për kthesa të rëndësishme është e madhe. Dhe kemi një lloj ndryshimi në jetën e tyre personale. Në cilën ditë të javës do jenë më tepër të favorizuar nga pati? Duke përjashtuar pak dhe këtë ditën e sotme, nga nesër do fillojnë akoma më mirë situatat lidhje me punën, me iniciativat e tyre. Megjithatë janë shumë të favorizuar këta të 10 ditësh të parë për sa i përket ecurive me ndryshimet e reja. Megjithatë është një moment që duhet ta shfrytëzojnë për fillime të reja, kurse kontraditat thelbësore nëse kanë probleme pune dhe shëndeti nuk është se janë zgjidhur akoma. Po Lorin pse se pyet kur të pyet për ndonjë shenjë kështu, ta intereson në veçantë apo vetëm mua më pyet kështu? Shketi më. Sepse gjithmonë unë pyetje ti bëj shumë të përgjithshme. Unë bëj veçantë. Erdhëm tek Ujori më duket. Erdhëm tek Ujori. Është dhe java e Ujorit kjo, sepse në fund të javës futet dielli në shenjën tuaj, futet dhe Mërkuri në shenjën tuaj. Si është java jo në fund të javës? Në fund të javës futet. Paralajmërohet kjo javë që në fund të javës kemi futjen e diellit në shenjën tuaj. Janë përgatitje si për dielli kur vjen shenjë ton? E çfarë ju bën dielli? Ju rezaton, ju ndriçon, ju sjell ide, shikoni më mirë jetën tuaj, më me optimizëm. Sot jeni në vend të dytë për shembull. Futet dhe Mërkuri në shenjën tuaj, komunikativ, udhëtime, çështje diskutimesh të rëndësishme, keni dhe Marsin akoma në shenjën tuaj. Shumë e çuditur është Meri. Atëherë çfarë ndodh? Sot nga ana ekonomike pretendohet të merrni një lajm shumë të mirë. Sot. Atëherë merrni këtë lajm shumë të mirë, por duhet të dini se si ta shpenzoni, si ta investoni, se siç e merrni, ashtu dhe mund ta humbni shumë kollaj. Ose në planet shpirtërore keni dëshirë të zotroni ose të dini çfarë keni në veten tuaj, por gjithsesi nuk do ta menaxhoni mirë situatën dhe mund ta humbni përsëri rastin tuaj ose njeriu tuaj nga lëvizje të pa qarta që mund të bëni ose nga mënyra se si i shikoni marrëdhëniet. Jeni pak ne siç i marrim gjëra sot i humbim prapë nesër. Ose mendoni se me potencën dhe fuqinë ekonomike mund të fitoni më shumë. Do bëni shpenzime të cilat do t'ju bëjnë të bini në sy, por nuk e fitoni dot atë çfarë. Se ka një raport jo fort mirë me parat. Këta Ujorit, apo është përshtypja ime? Jo, nuk është ashtu. Puna është që sot është një cik ditë që edhe marrin, por nuk dinë se si ta vlerësojnë. Jo, nuk po them. Ti marrim nesër ta tregojmë
çështje vlerësimi. Është çështje vlerësimi, mirë. Shkojmë te peshqit Meri, të fundit. Të cilët janë në një moment më pozitiv, Në mund të gjashtë, neutral. Janë neutral, Në mes të shenjave. Hëna në shenjën e tyre presupozon ndryshimet mira, optimizëm, jetë personale më e qetë, lajmet mira, vetëm kujdes duhet bëjnë në jetën familjare. Ka një tendencë ikje, një tendencë largimi nga problemet ekzistuese, ndoshta e fshinin çik problemet, nuk thellohen për t'i parë që ekzistojnë disa probleme, dhe kjo tendenca e hikjes ndoshta nuk është një moment i mirë ose një moment që zgjidh çështjet. Mund të hikin, por përsëri këto probleme familjare ose çështje familjare ose debate familjare do rikthehen prapë, sepse nuk janë zgjidhur. Atëherë mund ta shijojnë ditën sot, por gjithsesi mos thonë që e kisha mirë sot, po pse më dolën prapë këto gjëra? Atëherë problemet familjare ekzistojnë, paktën deri në fund të janarit. Do janë të pranishme. Jo fort lajme pozitive për peshqit, po gjithsesi. Gjitha shenja sot me probleme pas kanë qenë. Po mirë. Kam pas që Në krye të klasifikimit kishin mbricjapët edhe ujorë, që ta shijojnë këtë javë, sepse do të jetë e tyrja. Ujorët ishin siç e merrnin me humbin gjërat, kështu që nuk quhet shumë pozitive si javë. Nuk i vlerësojnë siç duhet gjërat që do kenë ose do marrin. Është çështje vlerësimi tani. Tani që mësova unë të vlerësoj. Do t'i vlerësosh. Unë nuk besoj se ujorët mund të vlerësojnë disa gjëra në disa raste, Se më bëhen ofendoj pak shumë me egoist ujorët. Nuk do të ofendoj. Jemi nga natyra ne E pra pak egoist, domethënë nuk megjithatë. Po nuk është faja jonë, është faja atyre që na kanë lindë në këtë periudhë, më çfarë ti bën? Normalisht. E kanë nga yjet, nga pozicionimi i tyre. Meri, faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ishe në studio. Vërtet shenjat ishin paksa të lëkundura, po kam përshtypjen se javën tjetër do të fillojnë që të përmirësohen dhe do të zgjidhen ato problemet që kishin në aspekte të ndryshme. Mirarç. Miq dashur, është momenti që të kalojmë tani në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me të ftuarit tanë. Rikthehemi sërish në studio. Tani në studio ndajmë të pjesën e punëve të shtëpisë, cilët janë ata që duhet të bëjmë punë shtëpie, femrat, meshkujt, 50-50. Unë jam për bashkëpunime. Bashkëpunim, po në mënyrë të barabartë apo do marrësh një kosh me rroba për ta çuar për ta larg, do ta kapin të dy, jo ta kapi vetëm njëri. Se ngja keq shumë, ta kapi burri vetëm me koshin kështu në shtëpi, ngja pa keq. Pse ngjan keq? Dakor do isha unë. Meqense janë kështu më të fortë nga ana fizike dhe kosh me rroba vetë do kishin asnjë gjë. Imagjino pak këtë femra ulur me pult në dorë dhe mashkull duke e kurosur. Shko? Sikur të mbetej kohë pak për atë pultin, sa është gatimi, po është hekuri, po është Mos ankoheni kohë se vetë i ke marrë përsipër ti burrë. rregullimi, është pastrimi, është çfarë tjetër ka? Pse ankoheni kohë? Ai keni marrë, domethënë, ta marrë një mashkull i hekurin, te kurosin në shtëpi. I thua lëre se i bëj unë? Jo. Po. Pas ka ndryshuar kohët. Të shohim se si është mendimi të ftuarve, është momenti që të prezantojmë të parin përmes skedës. Isida Molla Ymeri, një grua e mirë nuk duhet të mërzitet kurrë nëse burri nuk e ndihmon, ndërsa një burr i mirë duhet ta ndihmojë patjetër gruan. Diplomatike ishte edhe këto përgjigje. Përshëndetje mirë se ka ardhur Isida Molla Ymeri, balerinë, kënaqësi që të kemi në dita ime. Tani na bë pak të ndarjen, ku qëndronte diferenca midis të dyve? Atëherë diferenca, unë jam rritur në një familje që i matë ndihmon gjithmonë maman time. Por nuk do të thotë që kur nuk bën asgjë, se kur i matë ri dhe mamaja ime bën ndonjë punë, nuk është se mërzitet. Për vetë faktin që ka meshkuj që nuk i jepet, do të thoja. Kurse ka të tjerë që i jepet. Për shembull, negatimi në shtëpi pothuajse shumicën e rasteve e bën babi. Por kjo nuk do të thotë që mami thotë që po këto tjerat si bën, ose unë mendoj që është pak reciproke, por jo që burri duhet tani hajde për burrin të lej rrobat, e kupton, sikur s'ka. I la leve të rikça se mos i lan burrin. Sikur s'ka sens. Por që edhe që te kuroste ndonjëherë, nuk është se është një gjë e madhe. Po më mos i prishëm, se ato rrobat kanë ato të veta që jo janë, kështu janë. Po jo, më sa nuk i frisaj. Gjithë Afrika që do të prishin. Jo, pavarësisht se bëni sikur s'dini. Në moment që gruaja mund të merret me kalamajt apo me një punë tjetër, sigurisht nuk po themi që gruaja të rrit shofi telenovela dhe ti te kurosesh, absolutisht. Mirë, prezantojmë ftuarin tjetër përmes skedës. Dashamir Shehu, më mirë të ndajmë punët se sherrin. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, zoti Dashamir Shehu.
Politikaj? Unë ka fshej, pak të skarën si shqip, për njëre, shqip njëri kuptim ka. Unë shqe lirë. Më mirë punë se shërë? Unë gjykoj, më mirë ndajmë punë se sa shërë. Sepse shpesher kjo, mos rregullimi i punëve të shtëpisë, gjërave dhe të vogla. Sjell debate. Sjell sharra ka herë, sharrat mund të jenë mshehura për gjëra të tjera, çfaqen nëpërmjet tyre. Çfaqen nëpërmjet, si thosh, guzhinës, pse s'hoqe kpucët, pse oleve pantallonte e klubit në divan, ka shtëpia që mbushme me kështu, sepse bashkëjetesa është sigurisht që është një zanat i vështirë. Normale. Asim realist. Asim me vite, më thënë, kështu që duhet i lloj ekuilibri. Edhe për këto gjërat e bëjë, siç duhet për gjërat e mëdha, për të ardhurat në familje, për karrierën e fëmijëve, për shkollën e fëmijëve, duhet edhe për këto. Edhe nuk ka ndonjë formulë për këtë punë se çfarë duhet të bëjë burri. Ka ndryshuar kohët? Ka ndryshuar, unë gjykoj që kanë absolutisht kanë ndryshuar. Po në fakt kohët realisht të ndryshme kanë qenë. Kështu ka qenë edhe përpara. Në çdo kohë burri bënte atë që mund të bënte më mirë për familjen e vet, gruaja ka bërë. Gruaja përparshme ishte shtëpiake dhe sigurisht që do bëte të gjithë punën, se s'kishte logjik tjetër. Gruaja sot më është profesioniste, shumicën e rasteve do shkojnë punë, po një lloj si burri. Kështu që për një pjesë të detyrave do t'i përgjigjet burri. Domethënë normalisht sot po ta shohë që shumicën e pazareve bëjnë burri. S'ka ne to. Pazare nuk është sa punën do gjë. Burrat që rrinë shtëpi përfshi dhe mu, ditën kur rrim shtëpi gatuaj. Sa ka pas zilloj për e bëj me qejf biles. Nuk e bëj se s'ka kush më bën, ha. E bëj se e bëj me qejf vet. Domethënë ka disa punë, plus që pastaj shtëpia ka dhe i tuf punë tjera. Domethënë ka kjo u priza, ato do i bëj. Rrjedh rubineta, banja, sigurisht edhe këto punë shtëpie, apo do i bëj. Do i bëj burri. Domethënë unë gjykoj që nuk ka ndonjë formullë. Simas punës që ka gruaja, simas profesion që ka, si mbas kohës lirë, mbas kohës që ka lorë. Pra është relative, mjafton që t'jem të hapur edhe mos ta kem problemin tek ai. Para gjykim, unë nuk kam para gjykime për këtë punë, sigurisht që nuk i fus turit në ato punë që s'di t'i bëj, do ishte bullëlliku madh, kuptohet ja. Nëse për shembull vendosni rrobat në lavatriçe, disa me ngjyra, disa të bardha. Jo vetëm atë, po jo që s'do më bësh punë, po të gjesh edhe belana, sa po fut në fustan nga ato grus që duan 60 gradë për më të. Edhe kjo është ata. Kështu që aty ku s'di rri, por që unë gjykoj që një burr i arsyeshëm i qetë, që s'do më shitmen para grave, se ai që shitmen shtëpi është burracaka. Se njeriu do gërthasi me i vend, o gërthet shtëpitë vet, o ke puna vet. Ai që është burr gërthet atje, bën trimi ke puna vet me burrat. Ai që është burracak, i ka ngel gruaja për gërthite dhe kështu që jam shumë dakord. Nuk ka lezet të punë. Kështu që unë them me pak ekuilibër gjeti zgjidhje. Absolutisht. Prezantojmë edhe të ftuarin e fundit përmes sketës të shohim se çfarë mendimi ka dhënë për ndarjen e detyrave të shtëpisë. Davis Xherahu, meshkujt në rast të emergjence. Davis Xherahu, këngëtar, përshëndetje për se ka ardhur dita ime, kënaqësi. Përshëndetje dhe mirësemi 19. Ju uroj gëzuar, ju gëzuar edhe ju. Spectatorëve që na ndjekin. Në rast të emergjence, pse? Kjo është pak piperin në gjellë, sepse në fakt unë personalisht kam jetuar dy realitete. Realiteti parë është që ajo ikona që do thoya pasqyra e shtëpisë është që kam një nën që është shumë e përgjeshme për sa i përket punëve të shtëpisë dhe në thonjë se e ka përkëdhelur pak babain tim për sa i përket punëve dhe përgjegjësive të shtëpisë. Por unë personalisht, që se kam jetuar jashtë një kohë të gjatë dhe vetëm, kam qenë detyruar që gjitha punë ti sfidoj vetë, megjithëse kam patur dhe mundësinë që të kem një njerëz që të paguaj për punët e shtëpisë, thjesht për të provuar veten time, unë i kam realizuar gjitha këto punë vetë personalisht. Kështu që jam midis dy realiteteve. Megjithatë, do thoja që një femër e mirë duhet të jetë edhe një avis e mirë. Pastaj në meshkujt sa kemi mundësi, do bëjmë. Ja, kështu me fjalë sa kemi mundësi, dëgjojmë gjithë ditën. Ideja është kush merr fshesën edhe fshin. Unë nuk e pash babain tim ndonjëherë me fshesë në dorë. Pse? Çfarë problemi kishte? Sepse thash ishte nuk ishte asnjë lloj problemi, thjesht mamaja ime ishte aq e përgjeshme sa që fshesa e kur i gatimi ishte punë e saj, më kupton? E kishte gjithmonë ajo të
frenat e Mos ndoshta nuk duhet të tregohen kaq të përgjeshme isid femrat që mos t'i marrin përsipër të gjitha. Kjo nuk është recetë, nuk po flas se kjo është recetë. Po thjesht këto janë realitetet që un kam njohur dhe kam jetuar në jetën time dhe kam parë. Qartë, Isida? Unë mendoj që nuk është e thënë që t'jetë kështu apo t'jetë ashtu. Është i varet, ajo pas ka dashur shumë burrin, mamaja. Nuk është puna këtu, ishte shaka, ishte shaka. Është shaka se nuk tregoj dashuria vetëm në punë të shtëpisë. Të mbase ka marrë nga saj, më kupton? Ndoshta Ka parë dhe këtë pasionin në nuk saj. është se ka mamaja juaj ka punuar apo ka qenë Pedagoge. U dërroj tani. Pedagoge dhe shumë energjike për sa i përket jetës së saj. Varet edhe e ka parë që i shoqi nuk është se Jo, babai ka qenë gjithmonë dëshirën e mirë për të ndihmuar dhe si shtatë zotëria ka qenë i pazarit, ka qenë momente kur lyen në shtëpi që ndihmoi. Ndonjë ndihmë që mamaja do të ndihmoj një moment, më kupton? Shumë nuk e di se si janë ndarë, por këto pjesë janë ndarë, punët e burrave brenda shtëpisë dhe punët e grave brenda shtëpisë. Tani, ne po flasim për këtë pjesën që a duhet burrat të bëjnë edhe punët e grave brenda shtëpisë kur dikur edhe makinës jete vetëm burri. Se ekziston kjo lloj ndarje, sepse jam shumë kurioze ta di zoti Shej. Si mendoni ju? Ndarjet janë, si të thosh, punët, edhe punët e shtëpisë janë punë shoqërore. Në një farë mënyrë. Edhe janë dashje rrjedhoj e kohës, e shoqërisë, mënyrës jetesës? Mënyrës sigurisht, absolutisht. Me thënë, sot gratë në Shqipëri të paktën punojnë rreth 60-65% e gratë. Ka qenë kohë që punojnë pothuajse të gjitha, pavarësisht nga punët që bëhen. Por domethënë, shoqëria shqiptare fatmirësisht, nga kjo pikpamje, gruan ka njoft gjithsesi si njeri që shkon edhe në punë. Ka vende tjera që nuk e ka lloj tradite. Për shembull, normalisht vendet mesdhetare, katolike, se bota anglosaksone sigurisht është shumë më emancipuar nga kjo pikpamje. Gruaja është një personazh femëror ose shpjak, domethënë është Idali Casalinga që i thonë. Kjo është një figurë domethënë që dominon historinë e gruas deri në vitet 80, edhe Italia ka ndryshuar. Tash nuk po marr Italinë, po marr Shqipërinë para viteve 50-60. Një grua që është shpijake, që ka për detyrë këto punë të mbulojë, edhe mos e përsërisim. Kështu që ishte shoqëria që impononte një lloj të tillë rrethana. Tani ne jetojmë në një shoqëri tjetër, në të cilën gruaja shkon punë, shpeshherë fiton po aq sa fiton burri. Ka mundësi që tjetë edhe pavarur nga pikpamja ekonomike? Nga pikpamja ekonomike ka mundësi që tjetë edhe pavarur. Kështu që nuk ka absolutisht asnjë lloj ndarësie nga kjo punë që këto detyrime që janë pas punës, se shkojmë punë të dy, ti ndajmë të dy bashkë. Sigurisht që gruaja ka disa punë specifike, të cilat janë raporti me fëmijën, të cilat nuk mund të jenë të ndryshueshme në një farë mënyrë. Të thosh biologjia, natyra, edhe shoqëria vetë ka delegu nënës këtë punë, jo gruas, e ka delegu nënës, që është një koncept krejt tjetër nga gruaja, se grua mund të jesh edhe pa qenë nënë, edhe mund të jesh edhe e martuar. Momenti që bëhesh nën disa lloj detyrimesh brenda familjes, sigurisht i takon në mënyrë ekskluzive nënës, jo gruas, po hek. Siç janë disa lloj detyrimesh tjera që i takojnë burrit, jo mashkullit. Kuptoni se edhe mashkulli mund të ketë një jetë vetëm, domethënë sot në shoqërinë e re, me bashkëjetesë drejt, por që s'ka raport me fëmijën. Domethënë, punët ndahen mashkull dhe femër brenda shtëpisë kur si e i martuar, se po e ndajmë sigurisht shoqëria është patjetër e martuar. Punët ndahen të jemi të martuar ose të bashkëjetojmë e s'kemi fëmijë, punët ndahen sigurisht edhe kur kemi fëmijë. Domethënë, kjo është ndryshimi brenda jetës së një personi. Ndryshimi brenda një shoqërie është që punët ndaheshin në patriarkale kur ishte shoqëria e vjetër, punët ndaheshin në të detyrueshme kur ishte socializmi, pse e them të detyrueshme? Se do shkosh në ora 4 do vije për punët detyrimisht, burri do bëj fugote me marr gocën qerr dhe gruaja do shkote me bë. Mungon të koha fizike, domethënë ashtu. Tash punët ndahen në shoqëri e cila ka më shumë kohë, më shumë para, e cila ka më shumë liri, dhe këtu fillon komplikimi. Se këtu fillon dhe sherrri, se të kemi një hapësirë të lirë përpara, dhe kush do ta okupojë, domethënë ku do t'i ndajmë drejtat tona. Do bëjmë këtë punë që bën një pjesë e burrave sot që kanë para, kanë makinë, drejtë ta, çajnë hikin klube, si thosh, bëjnë qevet e veta. Do bëjmë këtë fenomen super moderne, se ka dhe kështu, ka nga aspekti tjetër, domethënë. Që dalim prej punë, do kalojmë në orën pap me shoqjet e me drejtë me çana, janë gjitha këta.
kush gjen raportin midis këtyre lloj bashkësive, interesesh edhe sherrësh shqipërite, do ta shtyjë sa më gjatë bashkëtesën. Kush nuk e gjen, do shkojë ke gjykata për divorc, fatmirësisht sot ka një zgjedhje. Siç e keni pa numri divorceve është rrit shumë. Unë nuk e quaj një dramë madhe. Unë e quaj emancipim shoqëror, unë e quaj liri të gruas, gruaja ka fituar hapësirën e vet. Deri dje do dërohet të ëngërlligjet e shoqit sepse bide para të shtëpi. Shpeshherë do dërohet edhe dhunën, për këtë që po folet ky biles është viti, dhunës. Ne po i referohemi në fakt Tiranës, sepse nëse dalim vetëm pak në rrethina, kuptojmë se realiteti është. Le ta quajmë vetëm qytetar të botës, ja Djaloshi Garka, jashtë besoj edhe Zonjosha, Zoja, nuk e di ka shpuar ka bërë, gjithë gjenerata juaj sigurisht që ka. Ta quajmë vetëm qytetar të botës. Po këto fsharrat janë isoja. Jam kurioz mos kujto se me dis New Yorkut, rrin të upull gjithë ditën, New York e Londrës, kjo punë është. Kur i ke ti, ku ardhe ti, pse se shumë e lekcioni. Kuptoni, vetëm që ka liri më shumë dhe ka, si e thush, tolerancë më shumë, ndaj këtij lloji, prandaj dhe quajtja e përbatut. Më mirë të ndajmë punët se sa të ndajmë sherrë. Devis. Kjo është mënyra për të bashkëtuar, për ta shtyr gjatë. Në momentin që vendos që të jetosh së bashku me partneren tënde, sigurisht që të ka ndodhur, kanë qenë punë të shtëpisë një lloj përgjegjësie për të ndarë. Ajo ka shkuar në mendje sepse sigurisht në fillimet e një lidhje secili nga njëra anë premton dashuri, tjetri nga ana tjetër në mënyrën e tij. Po punë të shtëpisë ka shkuar ndonjëherë në mendje që të ndanë? Siç thash edhe pak më parë, siç thash zotëria që nuk është recetë, por gjithmonë në emër të s'mund ta quash mollën e sherit. Të dinë nëse merren apo jo në konsiderat. S'mund ta quash mollën e sherit punën e shtëpisë, sepse thash, mbase ka qenë edhe fati im që ose fati të dyve që kemi qenë të dy të brumosur për sa i përket pjesëmarrjes së shtëpisë, në punën e shtëpisë. Kemi patur një mesazhi të dy të formuar për sa i përket kërkesave të detyrave të shtëpisë, nëse ta quaj kështu. Kështu që probleme të tilla nuk kam patur. Nuk kam hasur ndonjëherë. Për momente kur vonohesh, ku e di unë, momente oraresh, del diçka që mund dal, por probleme që të jetë vërtet mollë e sherit, punët e shtëpisë nuk ka rastisur ndonjëherë. Është si tip, domethënë ajo punët e shtëpisë, tha mirë, dhe zoti Dashamir tha shumë mirë atje që momenti që ti vjen vonë nga një lokal ose nga puna, momenti që dikush tjetër nuk e marr me punën e shtëpisë, ja ti ke mendjen mbredhësh, unë bëj punë. Kesh tolerancë. Aty fillon debati, ajo nis. Gjithashtu ti ke akumuluar. Kemi një lloj metri që, domethënë këtë gjysmë metër raste të tilla, siç thash në raste emergjence, e vend të pranishëm të gjysmë metri, për të dy, nga dy anët, lëshojmë gjysmë metër. Ne e vëmë re në fakt momentin që erdhëm edhe gatuam atje që ishte erte Viola që u mor me gjithçka, ju maksimumi atë lakrën e sallatës. Ne dëshiruam, ne ju la vet ju për atë dëshiruam me një pjesë, thotë jo. Atëherë ne u qëm dorë sepse nuk deshim të turpëroheshim para televizionit. Është edhe kjo pjesa që nuk të lëm vetë ndonjëherë të bësh punë dhe pastaj nuk punon. Jo, po në spitalin e kishim larg, e kupton? Përsa i përket gatimit, kështu që s'dihet. Nëse ti e shoqëron gjithkohës me kitarë të mjellën, atëherë do ishte shumë e lumtur ajo që të vazhdonte të merrte në fund të shtëpisë, nuk do ta ndjente lodhjen. Ky është rasti i rrallë, kështu që duhet të paguaj. Pisit, është kjo ideja se ndonjëherë femrat mërziten ose nevrikosen sepse punët e shtëpisë konsiderohen kështu të thjeshta edhe nuk vlerësohen. Ndaj përpiqen që t'i vendosin partnerët e tyre në punë për t'i treguar vlerën. Unë mendoj që kur të arrit dita që unë bashkëtoj me një person, mendoj që zënka e fundit që unë do bëj, do jetë për punë të shtëpisë. Sepse jam shumë e bindur. Po se ke provuar. Jo, jam e bindur që ai person që unë do zgjedh, do më ndihmoj. Jo, se do vë përparsa, po do më ndihmoj përveç fakti që do ta shikoj shumë mirë se sa e ngarkuar do jem unë, sa e përkushtuar do jem unë mbas familjes, kështu që është i detyruar ta bëj. Sepse nuk do ta lër pjatën aty për 3 ditë. Do ta bëj një herë, herën e dytë nuk do ta bëj më. Kështu që për këto punët e shtëpisë nëse do të ketë mundësinë ekonomike do të gjejë një zgjidhje ndërmjetme. Kjo për fakt që për shembull unë që thotë Sida është pjesë që ai do ta lër aty, Sida nuk do vi ta marrë pjatën, ai do detyrohet ta heqë vet. Aty do të vinë më të hundës aty do të shërojë që po. Nëse ti do rish pastaj edhe nuk do të lojë pjesa e brendshme që të çohesh, të marrësh, mos të shohësh, do të rrëmuj në shtëpi. Do ta kuptoj ai që një pjatë mund ta heqë ai vet. Është kjo mënyra nuk kushton asgjë që ai të heqë një pjatë, e kupton? Domethënë fillimi absolutisht fillimi është shumë i vështirë. Por që baballarët janë gjithmonë një cik më të tërhequr e shoh, sepse edhe problemet me fëmijët, për shkakun nuk është se baballarët i thon direkt fëmijës, po i thon nënave, ha.
Do të thënë, shtyn gjithmonë nëna dhe gjithmonë nënat janë ato që atakojnë të parët me fëmijët. Sidomos sa herë që bëjnë gabime, Gjithmonë. se në momentin kur gjërat shkojnë mirë, marrin edhe merita. Kështu që gjithmonë janë nënat ato që i përballin gjitha, do thoja. Për punët e shtëpisë nuk është se është ngelur ky fakt që është gjithmonë që duhet i bëjnë gratë apo gjithmonë që janë të lehta. Punët e shtëpisë janë ato, do bëhen. Kështu që nuk ka një mënyrë zgjidhje, do thoja. Duam ne, disa kanë zgjedhur zgjidhje, kanë marrë njerëz nga jashtë që mund t'i ndihmojnë kur nuk kanë kohë, sepse nëse deri dje me femra ka qenë vetëm në shtëpi, do thoya që ka dalë ajo shpejt që femra i ka marrë burrit pantallonat, i ka marrë makinën, i ka marrë poste, domethënë ne duhet jemi të lumtura për këtë fakt tani që ne kanë evoluar kohë dhe ne I ka marrë gjithë të gjëra dhe po jep punë të shtëpisë, më duket. Jo, absolutisht, jo, nuk është se po jep punë të shtëpisë, thjesht po bëhet një mënyrë barazie, prandaj ndodhen edhe divorce, sepse sot është e lirë që të hiki dhe mund të bëjë jetën e vet, duke pasur të ardhurat e veta. Ndërsa deri dje se tha përse nuk. Megjithatë ka qenë edhe Michelle Obama, zona para Amerikës, e ka ngritur këtë çështjen e punëve të papaguara, që janë quajtur punë të shtëpisë. Jo, s'është Obama e para. Ky është një proces që ka filluar në Europë që në vitet 60. Edhe në vitet 70 vendet e, si thosh, më të emancipuara, sigurisht janë vendet nordike për sa i përket emancipimit grave. Vendet anglosaksone në përgjithësi, po vendet nordike në Europë, duke filluar nga Suedia, Danimarka, vendet. Ja deri nga Anglia, dhe për shofësh edhe në pushtet janë gra, vazhdimisht kryeministri gra, është intregues shumë. Po dhe Italia, të thash, vendet më konservatore, katolikët, po t'i quajmë në Europë. Kanë fillu në vitet 70-78, kanë fut një lloj premju familjar për punën e shtëpiakëve të kazalikëve. Do ti sot mund të marrësh një pension në Itali, edhe në Francë, sigurisht në vende të tjera, edhe pa punuar ndonjëherë me kontratë me punëdhënës. Kjo për t'i dhënë një vlerë materiale për ta konvertuar, vlerë materiale shtëpiakët, e cila jo vetëm që bën një punë në raport me familjen e vet, po bën një punë në raport me shoqërinë, sepse kursen në një farë mënyrë. E dyta, shërben edhe për zmususit të gjithë të atritet sociale, sepse do të i punë kjo zojmë, s'ja gjejmë do të punë. Duke dhënë dinjitet kësaj punës shtëpiake dhe i pagesë, sigurisht që kemi në një farë mënyrë zbutë edhe problematikën sociale. Kështu që ardhi puna, domethënë deri që u vlerësonte, për shembull nëse paga, për exemplu, Francë ka qenë rreth 2000-2200 franka, puna e një shtëpiake u vlerësonte 900 deri 1000 franka. Domethënë një gjysmë rroge që vlerësohej, edhe në vende të tjera. Domethënë ju vodi një koeficient material se kësaj pune. Që kjo punë vlen. Po kështu edhe meshkuj do kthesh në punën kushtie. Sepse sigurisht edhe sot në Shqipëri po ta shohësh. Një gru shtëpiake që del në pazar, sigurisht që shkon blej atje ku është më lirë. Nuk ka për të qep ku e diun fustanin e vajzës, e drejt që edhe ajo bën një 2000 lekë për të qep, nuk ka për të bërë një sër punë që sot bëhet. Me sigurisht. E megjithatë, kjo diskutimi që po bëjmë nuk ka të bëjë më shumë me anë materiale problemit, por se sa është e përtypshme nga shoqëria që punët e shtëpisë që janë qytë rëndomta në një farë mënyrë, që i lloj servitue, ta bëjnë mënyrë barabartë burrat. Kjo është esenca e emancipimit të shoqërisë. Sepse edhe në qoftë se ne jemi në gjendje sot të lejojmë vetes një gru, një punëtore shtëpie, nuk do thosha shërbëse, është vendues. Një punëtore shtëpie për hir të ardhurave, dhe unë e kam një. Kjo nuk e heq as pak raportin me punët e tjera shtëpisë. Shtëpia është 24 orë, nuk. Sigurisht. Aty dhe nuk e heq as pak, si thosh, mundësinë që për hir të mos ndarjes barabartë, ose si thosh të mos respektimit reciprok bëhet problematik, krijoj çfarë probleme. Sigurisht zonjë është e re se ka filluar, po ka lë 15 vjet martesë, 20 vjet martesë. A mund të përmbyset raporti kur fëmijët vinë në jetë, zoti Shej? Sigurisht që raporti ta thash ndryshon, jo se përmbyset. Raporti ndryshon kur vin fëmijë. Pra, meshkujt fillojnë edhe përfshihen më tepër në pjesën familjare. Përfshihen më tepër, po do të marrin disa detyra më specifike, të cilat janë, për shembull, 90% të raste unë jam i sigurt që në për spitalin apo ambulancë fëmijët çojnë burrë. Fëmijët e mi, gjithnjë kam thënë pse. Nosha për hir të autoritetit në raport me doktorin për tregu kujdes më tepër për të qenë më të ashtu, i çojnë burrë. Sigurisht 90% të rasteve të shërbimit, si më thon sanitar brenda shtëpisë kur smuhet fëmia, e mbulen gratë.
Se gratë do të rritë zgjutë natën, kur ka temperaturë do të ndrojë, do të gjveshë, dhe me dhe janë një Po sërë në këto raste, kur fëmijët për shembull që janë specifike. kanë qenë smur, ju keni marrë përsipër që të realizoni punë të tilla si pastrimi, rregullimi i shtëpisë? Absolutisht. Dhe se keni pasur problem. Absolutisht. Ta thashë, unë nuk e vuj fare këtë paragjykim, po jo vetëm unë besoj që tre qeregu i djemve, i burrave të rritë këtu në Tiranë. Por veç këtyre dhe me thënë, ta thush këtyre që duan të hiqen për gjela në shtëpi, ta thash kjo është pjesë më rëndom. Problemi është edhe ata i bëjnë punë të shtëpisë, po kur dalin jashtë bëhet kur një burr hiqet, si të thush, macho familje në raport me gruan. Po jo, mund të ketë edhe të llastuar që janë mësuar ashtu nga familja e Ata mund tyre. të bëjnë më shumë punën të Çfarë? Nuk unë gjykoj që nuk ka vlerë, domethënë ka një lloj kompleksi, domethënë që duke bërë këtë punë nuk e më mashkull, nuk e virilitet në mjaftueshëm, kuptohet, nuk e Po mjaft gjithsesi pra agresivitet. presioni shoqërisë ai që Pra, në familja të imponon. Dalë që i thotë ora ku po shkoti thorriti gruaja më duket thotë me bë makarone. Po ka fjalë normale kjo po. Edhe dikush mund ndihet keq, ta thash. Kush ka arsim, kush ka shkollë, kush ka jetuar me gjithmonë i lirë, nuk ndihet keq nga kjo punë, kuptoni. Ta pyes Davisina, ishte një mënyrë shumë e mirë ajo që na parashtroi Isida që meshkujt të ndërgjegjësohen, momentin që e shohin diçka që nuk është në rregull, zonjusha nuk e merr përsipër dhe ai do pastaj do obligohet në një farë mënyrë që të merret vetë. Në atë rastin tjetër që kjo partnerja për shembull pret nga unë dhe i marrun përsipër të gjitha, pastaj edhe dalim në pozicionin tjetër, më kupton? Po kjo edhe mund të ndodhi. Nga pantallona veshin fustan, se mos dalim dhe në kjo. Kjo edhe mund të ndodhi në momentin që keni një raport. Ajo që është ashtu nuk ka femër jam rreth. Po pikërisht. Se ka disa gjëra që femra ka nevojë të realizohet vetë. Pikërisht. Ka raport me të bukurën për femra. Një gos që s'do më e koros si gru, miqën e vet. Tregoj që i mundon dëshira për të bukurën. Po kur ajo ka shumë angazhime profesionale dhe partneri është në shtëpi, atëherë është normale. Unë mendoj se kjo femër nuk dëshiron, po ka femra për shembull që nënat e tyre fatkeqësisht nuk i mësuan kur të ekurosin. Do të mësojmë, nuk është puna në atë tyre. Çdo njeri nuk lind. Jo unë kam rastisur shumë njerëz, për shembull kam rastisur vajza që kanë qenë për shembull instrumentiste, pianiste ose violiniste dhe për hir të kontraktimit të duarve, nëna nuk ma la kur ekurin sepse unë kontraktohesha. Po, pikërisht pra. Është një gjë specifike, shumë për disa profesione. Ideja është që mos justifikojmë atë që meqense mua nuk më la nëna dhe kjo më erdhi mirë mua, më kupton? Ose kjo vajza që më tha hiqe këtë. Po sigurisht nuk ta vret syrin e përpasër ti ta heqësh. Absolutisht po. Absolutisht po, por unë e hoqa një. Erë në 2 të heqë, erë në 3 të heqë. Erë në parë, erë në 2, erë në 3 të heqë, erë në 4, erë në 5. Por jo kjo të bëhet rrugë. Unë nuk thash ta heqësh ti gjithmonë. S'dua që t'japim këtë mesazh. Do të them duhet të them që femra duhet të jetë një anvis nga fisi femra është anvis. Nuk e kuptove fare. Nuk do të thotë që femra është anvis dhe ti jetë shërbëtore juaja. Absolutisht po. Ke shumë drejtë. Por nuk duhet t'i kalojmë caqet, sepse thjesht po shikoheshim në sy dhe po qeshnim me. Po mirë, mua nuk më mirë momentin që disa bush ky debati, kjo ndodh edhe në shtëpi. Ky debati kështu pse ta heqi, pse mos e heqë? Nuk më pëlqeu kur i etiketove me fustan, në momentin që unë shembull solla shumë konkret, një femër e cila ka angazhime profesionale, një periudhë të caktuar të saj, nuk ka absolutisht kohë fizike për të marrë punë të shtëpisë. Ka një partner që qëndron në shtëpi, pse mos ti bëj të gjitha për problemet e tij? Jam dëshmitar i asaj që për shumë vite unë i kam bërë gjitha vetë. Sigurisht, kam problem fare. Gjithë ato ndihmon, ajo të ndihmon. Nëse flasim për DVG-ran, nuk kam fare problem. Por thash, të kujdesemi thjesht për faktin që mos kalojmë në rastin tjetër që e lash një herë, e lash 2 herë, e lash 3 herë, mos e i bën ky. Këtu mos përfundojmë. Kjo është ide. Atë nuk është bashkëpunëtare ideale. Ky është 50-50. Të desha të di. Zotësh, nuk e di. Kjo pjesa e bashkëtesës në vete, domethënë sepse shumë meshkuj ose femra zakonisht lëvizin për të bërë një shkollë ose për të punuar qoftë në qytete të tjera. Të ndihmon që në kohën pasi të krijosh një familje, që punët e shtëpisë mund të ndahen në mënyrë më të thjeshtë pasi ti njeriu do bëj çdo gjë që i del përpara. Është vërtet. Familjen e vet, se kop më thon. Për shembull, kam një grup që herë muaj do të hyjë javë avionit, të tillë ka profesion, do hiqë në Londër. Do më vjen Pekin, ku tjetë punë, edhe sigurisht këtë javë, kush të disa nga këto punë përveç asaj gru shtëpi do t'i bëjë dhe unë. Sigurisht. Qovë se ka marrë herët e tjera, ka marrë 10 natës në shtëpia drejtë që ta, do vinë ora 6 se këthejnë nga lemajtë me shkolla. Shumë normal kjo punë.
Qofse deri djeg e arë me dur në gjeva, do kujtojmë që të shqip shkaku që bëm pazarin, do të hyp bashkë me ato qeset me vete, normal kjo punë që ka këtu të çuditshme, dhe me thonë. Qofse unë kam i punë tilë, unë kam net me vite në qeveri, kam bërë unë këtë punë, që kam hike me jave, me drejshit tonë, të që masit vi për i prej mbledhjeve anej, masit që jem zi e grime, loj seksionet nga për Shqipëri, unë kam nerva në darket me gjeru patate, se kjo është budalik me ma kërku më këtë punë. Ajo ka arsye në vete dhe di shumë mirë se të shik këto i gara kjo punë, disa nga këto punë që i bëm të kjo për para pa i thonë njëri do t'i bëjë, maja. Ato të thash që nga kanë të prumë, që mos bëmi modest dhe me thonë se të thash, kemi pas gjithi njerëz me në një mu, se s'kam pas shuret, ti me më të re, vjerën, fatkesi, s'kam vdek gjithë, se po të kisha pas, i grut margëllushme si që vjera ime do më sheni mu. Shaka, do hikit marrë pagu i grut tjetër, kështu bjeta sot. Qofë se unë marrë rogë madhe ti me shoqe, i bigji, i pjesë qytetarëve, ti marrë dikush tjetër, që bëndon dashnisht. S'ka asë gjithë keqe këtu, s'ka asë për turpas. Ratë parë çdo gjë varet nga mirë kuptimi, nga logjika, nga arsye, nga durimi për ta kapërdika e për ta fut gjuhën brenda, ma mos e qitë të fjalën e keqe përpara, sepse të thash s'ka rrugë tjetër. Pastaj në çdo kohë, në çdo periudhë të jetës, edhe të familjes, edhe të shoqërisë mund gjendet mënyra e bashkëpunimit edhe. Nuk kemi të njëjtat ide për shembull si unë, si kjo, zonju Sharete, ne luajmë 30 vjet bashkë, se s'ka, po tjetër botë rrit, kjo tjetër botë jam rritë unë, tjetër mentalitet. Si edhe përshtatje me kohën, edhe absolutisht shumë modern, në këtë aspekt për cilin ne po flasim, që është tepër i rëndësishëm në raportin në çift. Në një herë e kushtozon. As që unë i ka rrotë herët. Sigurisht, është vërtet. Mirë kam marrë gjithë jashtë. Ka të bëjë. Jo, ka të bëjë shumë edhe për ardhmë familjare të Po Breziua e mendon kështu, unë të gjej një bashkëshort. Po të kërkosh e gjë. Po të zjo kjo punë, do të më hundoj me mësu natë. Do ne të pritë kam frujki, nuk o bjerë, pritë si kalqër, kuptote? Në mbrojtje të tezis tënde. E të me gjithate, unë do t'ju sugjeroj, kam thonë ja 3-4 në versionet, në njëni ka përqesh me këtë punë. është një libër i mrekullueshëm që interpreton, si me thënë, marrëdhëniet, mrena kopjes, me në qiftit, si thush, pavarësisht martesës e jo martesës, ato që thotë ka titull jemi të barabartë, po jemi të ndryshëm, po jemi të barabartë. Që do me thënë, ne jemi të barabartë, po kjo nuk do me thënë që jemi një lloj. Jemi të ndryshëm, sepse biologjikisht jemi të ndryshëm. Brenda shoqërisë, jo vetëm shoqërisë sociale, po edhe shoqërisë biologjike, shoqërisë gjenetike, konsiderohet se dysh kemi funksione dhe role ndryshme. Pra, siç na ka falur natyra, sigurisht duhet të shfrytëzojmë. Dhe këto duhet të interpretojmë me maksimumin e vet. Nëse i ngatarrojmë rolet. Për shembull, një kohë feminizmi ishte betejë më e madhe grave dhe ideja ishte që do të bëhemi si burra. Jo do të bëhemi të barabartë për drejta me burra. Nuk kemi se bëhemi si burrat për çdo gjë, kuptohet? Sepse pikërisht jemi nuk është se kishim synim në vetvete, thjesht shprehin kështu që të bëj sa më i fortë si slogan, si jehon. Po pikërisht, po ditën që femra ka humbë në emër të barazisë feminilitetin e vet, ka humbë gjithë vlerën që kishte. Dhe ka humbë për vete, ka humbë dhe për ne. Kjo nuk ka përqenë në i botë e bukur, kur do të jemi gjithë një lloj. Botë e bukur, kur jemi gjithë barabartë, por jemi të ndryshëm. Absolutisht. Edhe këtë duhet të jemi në gjendje të interpretojmë ndryshmërinë tonë dhe ta vendosim mbi një rrafsh barabartë. Ditën që kemi mbrit këtë lloj formule, ose duket si lloj abstrakti, kjo lloj filozofie, atëherë mund të soportojmë çfarëdo lloj situatash me qetësi dhe me dinjitet. Edhe ato më të këqija, thash. Sot s'është fundi i botës, edhe nëse nuk mund ta soportojmë jetën e përbashkët, ndajmë. Sepse kemi bërë sop rrugë bashkë, pjesën tjetër mund ta bëjmë me. Jo, me që rastet janë shtuar edhe sikur kemi fituar imunitet. Gjithsesi, e shkëputim bisedën. Mos e gjykojmë kështu sikur ne plak, edhe kuptoni u mësuam se edhe me na rraf nuk na vëmë. Kuptoni, kjo është një realitet konkret, të cilin duhet ta interpretojmë. Nuk ka puna se u mësuam me të keqe. Unë them që nuk është e keqe, kjo është një rrugë ndërmjetme edhe drejt mirës. Drejt shoqëria më të lirë. Duhet ndjekur. E shkëputim bisedën vetëm për pak publicitet, rikthehemi pas pak, vazhdojmë akoma të flasim se si duhen ndar detyrat e shtëpisë.
Rikthehemi sërish në studio. Që lidhe këtë me qytetin, jam 2 vjetë kënë Tiranë. Po e vazhdojmë akoma diskutimi pak lidhur me punë të shtëpisë. Isit për të mbrojtur tezën tënde ka një hulumtim të fundit sociologjik i cili thotë se meshkujt të cilët kryejnë punë në shtëpi janë edhe më të lumtur. Po, sigurisht janë më të lumtur, se vetë... Absolutisht, janë marrë në studim vende të ndryshme. Sepse bashkëtesa sigurisht që është më e lumtur, sepse të gjithë çiftet kanë shumë probleme, kështu që t'jenë edhe punët e shtëpisë një nga problemet akoma të tjera. Një gjë, nëse ti do dalësh tek një shoqë do pish një kafe. Po. E i thot do ta shoqja, më kam lënë burrin në shtëpi po bën punët. Po lanë. Pse duhet i them unë që kam lënë burrin në shtëpi dhe po bëj punën? Ai thua dot. Absolutisht jo, sepse unë nuk mund të ofendoj atë që kam për krahun. Nëse unë do të shpreh një shoqes time ashtu, jo, do ta bëj kastile për t'i thënë që unë po dal për kafe me ju dhe e kam lënë atë fal për shprehjen. Do dal thjesht ideja, si shkon me punë të shtëpisë ku e di unë. Po unë nuk mund të dal unë vet, koscienca ime nuk mund të dal unë për kafe me shoqet vet. Për qef dhe të latë të bëj punët e shtëpisë. Unë mbaroj punët e shtëpisë si zonjë që jam dhe them atë shpirti unë po dal. Atëre bie teza që ato pjatën që kanë ngelur atje do ta marr. Kur jam në pushim, po kur jam në pushim nuk ka pse, por kur unë kam punë absolutisht mund ta marrja ai. Flasim ditë të përditshme. Nëse të dy jeni pushim atëherë, e marrim këtë rast. Nëse të dy jeni pushim, atëherë i vjen që të dinë të dy pasi të dytë keni përfunduar punën e shtëpisë. Do kokat sigurisht mund ta marr unë. Si ja del më si që marr edhe familjen edhe punën që bën do thonë ty. Do thoshë më se për ndryshe nuk desha thema. Po ti thosh që për burri shumë që i bën ai. Jo, absolutisht. Po pra, pikërisht këtu duam të dalim që janë disa gjëra që janë femërore. Kupton që vjen një moment që thuhet pse më të heqësh pjatën ti është femërore? Dhe nis ka mbetur të tilla, dhe ne i pranojmë si shoqëri të tilla, jo se ato janë femërore. Sapo tha që unë nuk dua ta ofendoj atë. Atëherë ku nuk dua ta ofendoj. Po ky është ofendim që unë dal për jo, ky është ofendim që unë dal për qef dhe të lutet të bësh punë të shtëpisë, ky është ofendim. Çon si ka se ke dal apo s'ke dal. Nga momenti që ju vërtet keni një punë, që me këtë shoqja nuk e bëni për kafe, shkuat për një punë si stalori që shkuat për punë. Ne kemi troshë që flasim, foli dhe profesori që ta seroj qarqe dhe ti akoma nuk po e kupton. Jo, unë e kuptoj shumë. Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj. Mos mbiem ndesh. Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj që nuk është aq e saktë sa duhet, kur ne kemi punë dhe nuk kemi mundësi t'i bëjmë. Jo se jemi keq për ndihmën tuaj. Ideja është që femra duhet të jetë kompletuar për sa i përket detyrave të shtëpisë. Devis, do bësh një koment për një sondazh të fundit që është bërë në Amerikë, isit më fal nëse të ndërpres. Thuaj diçka. Kishe për të përfunduar. Jo, mendoj që ky do t'i bëj. Ky jo fshesë më. Ka për të marrë dhe shkopin. Të bëj më kënaqësi. 12% në ditët kur do jem ajo faleminderit. Ti shikoni vetë ti jeton. Dhe ka vërtetuar që angazhohet Devisi, gjithsesi jam në rregull. 12% e femrave të pyetura kishin treguar se e kishin më të rëndësishëm një partner që realizonte punë të shtëpisë sa njërin që përkushtohej shumë për raportin në çift. Që ndihmonte duhet doni të thonë. Po, që kryente punë të shtëpisë pra. Pra, në plan të parë vendosnin punë të shtëpisë lidhur me raportin dhe përkushtimin që partneri kishte ndaj tyre. Ja, shumë dakord, sepse nëse do flasim për Amerikën, të paktën nga shtëpia deri në punë ka distanca që të merresh 2 orë, të paktën. Verë 8 ose 10 orashin e punës, shkon 12 ose 13 orë. Kështu që nga momenti që mungon, që është koha shumë e madhe e mungesës në shtëpi dhe detyrimit familjar dhe përsa e përket fëmijëve në shtëpi, atëherë vërtet është një emergjencë shumë e madhe që të ketë ndihmë nga bashkëshorti nga bashkëshorti dhe unë e kuptoj. Është shumë mirë. Kështu që vërtet duhet të ketë është emergjente që duhet të thërres për shembull që vërtet duhet të ketë një mashkull të ndihmohet në shtëpi. Po ti do të bënte përshtypje për shembull nëse partnerja jote të thoshte që okay, do ishte shumë e qetë momentin që ti merresh me punë të shtëpisë, asaj nuk e kushtoj as pak vëmendje. Qoftë edhe këto surprizat e vogla, këto detajet, elementet që thyen rutinën dhe monotoninë në jetën e një çifti. Pikërisht prandaj folëm pak më parë për atë gjysmë metrin e tolerancës. Kjo ka të bëj me njohjen që në fillim, kjo ka të bëj me bashkëjetesën dhe pastaj në familje. Nëse gjitha këto stade janë kaluar me sukses, atëherë duhet marrë që në fillim ky problem. S'duhet dal me njerë në martesë. Po dolin në martesë atë nuk jetuar asgjë, nuk e para asgjë. Duhet të ketë kaluar një stad, njohja, bashkëjetesa, që duhet të jenë të pranishme. Që në Shqipëri janë ose s'janë. Sepse mund të njehesh dhe martohesh direkt, më kupton? Unë jam kurioze ta pyes zotin Shej, zakonisht në shtëpi gatuajnë zonjat, po shefa më të mirë kuzhine janë meshkujt. Pse? Pse ndodh kjo? Do të thonë që meshkujt jo se s'kan aftësi për të realizuar gatimin, po thjesht
Shiko, flasim për shefa kuzhinën, e ke flasim për shefat e restorantë. Nuk flasim për burrat që gatojnë. Normalisht, po të marrësh brenda çiftit, sidomos ti shqiptar, sigurisht që gratë gatojnë edhe gatojnë më mirë. Sepse 95% rasteve gatojnë gratë. Është normale që nga kjo sasi do dalin dhe kualitetet. Nuk ka mundësi që këto pak burra që janë në Shqipëri të jenë dhe shefat më të mirë. Se këto që janë të mirë janë profesionistët, ata që janë për restorante. Për një lloj tradite, nuk i mungon aftësia, po thjesht nuk duhet që ta kultivojnë. Janë sepse ky është konsideruar si profesion dhe burrat rrinë për restorante. Domethënë, edhe e din që shumica klientëve që janë prapë burra e drejtë, se çfarë duan, çfarë, domethënë në farë mënyrë ai vetë shefi vetë është një lloj si ta quajmë shqip, një lloj bon gustaj, kuptohet që e di, prandaj edhe çmongut bun, edhe mrri atje ku duhet. Nërsa në shtëpi thash sigurisht që gatojnë gratë. Edhe ne për shembull, unë gatuan ti me shoqë, po sigurisht që nuk gatuan siç gatuan të gjyshe ose ama vet. Sepse për hir të jetës moderne, më frenetike, për hir që kanë hyrë ushqime gjysmë gatshme, ka hyrë jeta shpeshherë hajmë edhe vetë jashtë në restorante. Puna e gatimit dhe për hir mungesës kohës më radh fare. Puna e gatimit shpeshherë ka rrëshit, sidomos për gratë, profesionistët ata që i kanë dimpenjuar kur thënë profesionistë, do vinë ora 6 shtëpia. Se ka gra që vinë dhe në ora 12. Ka ra kjo punë. Por, me gjithate nuk është kjo puna e rëndësishme në raportin femër mashkull. As puna e shtëpisë vetë nuk është, ka i sondazhe që thotë, di çka rëndësi që pse duan ata një burr që ndihmon shtëpi. Sepse është një burr që ka pranuar për raportin shtëpiak, më si thosh, familjar. Në vend jetës të jashtë familjes, në kluba, në bilardo me qoko, të ke bowlinga, ku e di unë si e ka Amerika. Ne e kemi ndryshe, ne e kemi ke birraria, ke bilardo. Ka pranu të ndaj, si me thonë, kohën e lirë me grunë. Edhe po nejtë në shpi, edhe sigur të mos kesh bësh asë gjotë, do të zaresh me bënej punë, dhe rikot aty ke divane me pullin dorë. Vetë dhe me thonë, gratë preferojnë që shpesh herë tjetaj bashorti aty. Vjen një kohë, vjen mosh, ose ka gra që janë shumë të impenjume që i thonë edhe ka një burë që rrjetu gjithë ditë në shpije, hika dilë pa e zote, po hika i këti i kamë, se ka më zhjene kohë. Por, në jetën shqiptare, kjo është shumë normal. Sidomos në i farë mosh, e këpëtot i ka në njënë që e kanë lau shokët, ma nuk rrifë, dhe rrja ty kota e, këpëtot. Edhe bezdis dhe grunë, i jepë mëndë, si ta boj këtë, si ta boj. Hike burë, do të dilë, gjej shokët, pini i kamë. Po të karë këshu, vjen mosha, që edhe burri vetë i thotë, hike grup bleni park puci, dilë sot i rëgotote. Se ka që e jetë, dhe me thënë, shtyhet me dashurit e mdhaja, shtyhet me raportin me fëmijët, me tarmet e fëmijëve, shtyhet me këto ledhet e vogla, me këto peshqeshet për ditëlindje, shtyhet edhe me këto qikërimet e jeta e mushme me kësi gjërat vogla, me kësi batutat për diqme, me shenja mos dashurie se nuk jeto përjetësisht, afeksioni, mirëkuptimi, respekti reciprok. Vetëm shu shtyhet, se nuk ka njerëzit 20 vjetë martonë, do të që lujt men. Si i bëti, bëti papikurisht, sepse bota e shoqëria nga ka afru, të thash. Edhe zjarë e pasione nga ka afru dhe qetësi, nga ka afru ledhatime, dhuratat vogla, një sër, një fjallë mirë, një batut, një humor, por të ashtu, dhe me thëmë. Jetë bashkëtesën, dhe me thëmë, për shumë vite në mënyrë suksesshme. Dhe vis një mesazh të fundit, një konkluzion për bisedën të cilën e realizuam, sepse folëm pak a shumë edhe për shefa kuzhine shumë të mirë, ne kemi një këtu, që i ofron gjithmonë zonjave edhe zotrinve që janë në shtëpi edhe gatuajnë sugjerimet të këndshme. Mesazhi? Mesazhi është ky që gjithmonë nuk ndajmë asaj që thash në fillim, që në rast të emergjence, në kuptimin e mirë të fjalës emergjence, ne do jemi gjithmonë të pranishëm në mbajtjen e marrëdhënies familjare dhe bashkëshortore. Sigurisht zotëria është i bashkëshort me një përvojë shumë të madhe në këtë temë dhe mund të flas për sa i përket dhe jetës së tij personale, por unë që nuk e njoh personalisht, them që vërtet ka tolerancë dhe mirëkuptim në një shembull ideal e kemi përcjellë sot përmes programit. Isid. Mesazhi im është që ku ka bashkëpunim, absolutisht që ka dhe mirëkuptim, kështu që edhe ne bashkëpunojmë me shefin e kuzhinës, ne shkojmë bëjmë pazarin, ndërsa shefi gatuan, është momenti që të ndjekim. Faleminderit shumë që ishit në studio, ishte kënaqësi. Kuzhina.